nuk e ka vlerësu publiku asnjëherë. Më duket shumë lojë pa lidhje. Labi duke pas parasysh prej ditës së parë kur ka hyrë e deri në brëm, në prime ku edhe në brëm faktikisht Labi e morri vëmendjen, si në çdo prime tjetër për kur ka hyrë, diskutohet sidomos në minutat e parë të prime diskutohet për dinamikat e krijuara nga Labi, pa më brëm faktikisht që të gjithë ishin kundër tij. Unë mendoj që ai e ka zgjedh vetë këtë lojën me qenë të gjithë kundër tij, për shkak se e din që kur janë të gjithë kundër një personit, ai personi merr vëmendje edhe dalë në prime çdo spektakël. As mu nuk më pëlqen loja e tij, që tha dhe Besa, më duket shumë lojë pa lidhje, kam thënë edhe në Instagramin tim. Nuk është ideja me nxjerr informacione nga jashtë, me i fut brenda dhe me ju kap njerëzve dhe me i ofendu, mu sill keq. Do më thonë nuk ka asë një element mirë që mundesh me gjetë ai. Nuk besoj që dhe publiku e pëlqen lojën e tij, po mendoj që është halo herët edhe besoj që ka kohë me tregu nëse për një maj është i tillë ose veç po lun me banorët aty. Po ti mendon që është i tillë apo po lun? Unë mendoj që është i tillë, për shkak se ai edhe jashtë kur ka qenë gjithë këto vite karrierë që ai e vlerëson veten, mendoj që nuk e ka vlerësuar publiku asnjëherë. Edhe ka hyrë aty me marrë pak vëmendje që ka me i zgjatë përkohësisht edhe ka me u kthy prapë në normalitet. Na e dim edhe vëmendje që ka marrë para se me u fut mbeg me ato protestat edhe ato idejat pa lidhje që i ka pas jashtë shtëpisë. Po mendoj që njerëz parktohen pak me të, sepse e din çfarë është dhe nuk presin diçka ndryshe nga ai, sepse mësu me tipin e tij. Po nuk mendoj që të qenë gjatë ose larg kjo lojë në Big Brother. Bruno, sipas teje, kjo lojë që po bën Labi me informacionet nga jashtë, mund ta çojë e lartë sa i përket rrugtimit të tij brenda shtëpisë? Shiko, të them të drejtën, as mua nuk më pëlqen mënyra si sillet, fakti që përdor informacione nga jashtë. Kjo ka ndodhur edhe në Bigun e Shqipërisë më përpara, kur unë kam komentuar nga personazhe të ndryshëm edhe kam qenë gjithmonë kundra këtyre gjërave, por duke parë gjithë personazhet që janë të përfshirë te Big Brother Kosova, mund të them që një si Labinoti duhet shtëpisë. Sado që nuk besoj se do ta çoj shumë gjatë, pasi është pjesë e karakterit të tij, nuk më duket shumë i mirë informuar, i artikuluar ose që të mund t'i bëj ballë personazheve të tjerë, duke marrë parasysh që po merret me Elion, që është një gocë 18 vjeç, edhe ka prekur disa pika shumë të shëmtuara për të prekur, domethënë për të prekur, edhe mund të shëmë që mund të sakrifikoj, domethënë dhe dignitetin e tij si një burr që nuk duhet të prek në këto tema, edhe shqiptarët e Kosovës në këtë rast e shohin këtë gjë dhe nuk i pëlqen.